Ministria Virtuale e Prokurimeve Publike e Shqipërisë, Diella, është vlerësuar me çmimin prestigjioz Future Fit Seal, edicioni i samitit të qeverive botërore në Emiratet e Bashkuara Arabe, një çmim që nderon iniciativat inovative dhe modelet e reja të qeverisjes së ardhmes. Në ceremoninë zyrtare, Shqipëria u përfaqësua nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, e cila e cilësoi këtë vlerësim si një arritje të rëndësishme ndërkombëtare dhe një dëshmi të angazhimit të vendit për transformimin digjital dhe qeverisjen moderne. Gjatë eventit, në monitor u shfaq edhe vetë Ministria Virtuale Diella, e cila falenderoi për çmimin, duke theksuar se projekti synon në rrithjen e transparencës, efikasitetit dhe aksesit të qytetarëve në shërbimet publike. Sipas qeverisë, Diella është ministria e parë e bazuar në inteligjencë artificiale dhe synon të ofrojë shërbime publike më të shpejta, më të sakta dhe më gjithëpërfshirëse për qytetarët shqiptar.